Pasi ka filluar procesi, kemi patur në 6% të qendrave votimit ndërprerje të procesit për arsye teknike. Janë 8% e qendrave votimit të cilat janë hapur me vonesë ndërmjet orës 8% e qendrave votimit, e gjithë qendrave votimit të cilat janë hapur me vonesë ndërmjet orës 7 deri në ora 8, të themi, raportimi është 7:50, po të themi në ora 8 për këto 8% rasteve. Të 5% të qendrave votimit rezulton se nuk kanë qenë të pranishëm të 7 anëtarët e komisionit të qendrës votimit. Ka patur quorum prej 4 anëtarësh, por quorumi nuk ka qenë i plot prej 7 anëtarësh. Vlen të theksohet që në momentin kur procesi i votimit është hapur, në të gjitha qendrat e votimit kanë qenë prezent vëzhgues të ndryshëm, o vëzhgues të partive politike, ose dhe vëzhgues të tjerë. 5% të qendrave votimit kemi patur raportime që ka patur tensione në momentin dhe këto kanë shkaktuar dhe vonesat më së shumti, ndërmjet anëtarëve të komisioneve të qendrave votimit, pretendime për grumullime të njerëzve të cilët në atë moment nuk është dashur të jenë aty në ato qendra votimit. Ka ndërhyrë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe pastaj situata është stabilizuar. Kemi një raportim që lidhet me personat me aftësi të kufizuar, janë rreth 21% të rasteve për të cilat ne kemi kërkuar informacion, të cilët këta persona nuk janë asistuar sipas procedurave të kodit zgjedhor. Pra, kur është dashur të votojë, ai protokolli që duhet të ndihmohet të asistohet nga votuesi i ratës, jo në të gjitha rastet është respektuar për këtë kategori personash. Pasi ka filluar procesi, kemi patur në 6% të qendrave votimit ndërprerje të procesit për arsye teknike, logjistike edhe të tilla të themi, por situata pasaj është stabilizuar me ndërhyrjen e inspektorëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe komunikimin që kemi patur me komisionerët e këtyre qendrave votimit. Kemi një raportim që në 5% të qendrave votimit kemi mos respektim të distancës prej 150 metrash nga qendra votimit të individëve të cilët ose janë nësë shumti kanë përfunduar procesin e votimit, por vazhdojnë që ndrojnë rreth e përqarë këtyre ambienteve. Kjo është informacion në fakt i para 40 ca minutash ky i fundit. Përsa i përket identifikimit elektronik, në rezultojnë që janë vetëm 4 qendra votimi pa operator, ku nuk është paraqitur operatori, dhe këto kryesisht janë në zonën e Dropullit. Qendra votimit 432600, 432700, 432900, 433900. Janë 4 qendra votimi në të cilat identifikimi i zgjedhësve po bëhet manualisht.